Mister motivet e vrasjes së 40 vjeçarit në derën e shtëpisë në Vlorë. Fation Sinani nuk ka patur precedent penal, merret në pyetje një nga autorët e dyshuar. Edi Rama apelon për mbështetjen në 25 qershor, është koha të çojmë për skrap tepsinë e pushtetit. Gjykata e popullit sovran të vendosë për të ardhmen. Lulzim Basha parlemron nga Kuksi ku shpreh votën e Predburgu. Sulmon Edi Ramën se dështoi me qeverisjen, vetëm programi i PD-s e shpëton Shqipërinë. Shkarkohen 2 drejtor burgjesh dhe 1 tret jep dorëheqjen shkak për fshirje në fushatën elektorale. Kërkohet hetim edhe për punësimet në Ujësjellsa. Të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje. Mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Vrasja e Fation Sinanit dje në mbrëmje në Vlorë mund t'jetë bërë për akmarrje, ndonse familja e viktimës mohon të ketë patur konflikte. Ndërkohë policia ka marrë në pyetje personin arrestuar si një prej autorëve të mundshëm të krimit. Prokuroria dyshon se ekzekutimi i Fation Sinanit në Vlorë është bërë për motive hakmarrjeje. Donë se diçka e tillë ende nuk është provuar. Hetuesi dyshojnë se familja e 40 vjeçarit ka pasur probleme në Margegaj të Tropojës. Për këto mësohet se janë marrë në pyetje dhe 2 vëllezërit e 40 vjeçarit të vrarë, por ata kanë thënë për policinë se nuk kanë konflikte hasmërie. Këtu hetuesit druan se deklarimet nuk janë të vërteta. Krimi ndodhi rreth orës 22:10 minuta kur 2 persona të armatosur dhe me maska trokitën në apartamentin e 40 vjeçarit. Sapo ky i fundit hapi derën, ata qelluan 4 herë në drejtim të tij. Për shkak të plagëve të marra, Sinani humbi jetën në vend, ndërsa autorët u larguan me nxitim me një automjet tip Benz me targa gjermane, të cilën e braktisën rreth 500 metra larg vendit të ngjarjes. Autorët dyshohet të kenë qenë të maskuar, pasi policia gjeti dhe një kapuç pak metra larg vendit të ngjarjes, aty ku dhe arrestoi një prej të dyshuarve, Neritan Qejvanin, i cili vazhdon të merret në pyetje nga hetuesit. 42 vjeçari nuk ka pranuar të thotë asgjë për policinë, por hetuesit dyshojnë se ai ka marrë pjesë në vrasje. Viktima Fation Sinani, 40 vjeç, ishte me origjinë nga Tropoja. Ai jetonte në Vlorë prej 5 vitesh, ndërsa njihej si person pa probleme. 40 vjeçari nuk rezultonte person i njohur nga policia, pasi sipas burimeve pranë uniformave blu për të nuk ka asnjë precedent penal. Fation Sinani punonte në ndërtim. Pak minuta pas vrasjes që tronditi Vlorën, rreth orës 23, një tjetër ngjarje ka alarmuar policinë. Një sasi eksplozivi shpërtheu në një makinë parkuar pranë qendrës, fatmirësisht pa shkaktuar viktima. Automjeti është në pronësitë e një 42 vjeçari, i cili është marrë në pyetje nga policia për konflikte të mundshme. Ndërkohë hetuesit bën të ditur se shpërthimi ishte shumë i fortë dhe se ai ka shkatruar makinën, si dhe ka terrorizuar banorët e pallateve përreth. Përmes një video mesazhi nga telefoni celular, Edi Rama u kërkoi shqiptarëve mbështetje të plotë në 25 qershor për të çuar përpara reformat integruese. Tepsia e pushtetit që deri më sot është abuzuar nga partitë e vogla, sipas Ramës, duhet i nënshtrohet gjykimit të popullit sovran. Kryeministri Edi Rama i ka bërë apel zgjedhësve për ta mbështetur me votë më 25 qershor, e për këtë ka zgjedhur një video mesazh të bërë nga telefoni i tij personal, teksa u thonte nga kryea drejt Durrësit. Kreu i qeverisë thotë se të dielën shqiptarët duhet të ndajnë interesin për të ndërtuar shtet apo për të vazhduar me sistemin e vjetër të tepsisë. Të japim një vrull të madh të reformave dhe zyrat e shtetit u kthejmë dinjitetin e harruar dhe çdo shqiptar i respektin e munguar në ato zyra. Ka shumë akoma për të bërë që të bëhemi një shtet serioz, modern, demokratik, për të gjithë, pa dallim. Ama ka shumë, po ka shumë fare për të humbur, nëse tepsinë e pushtetit partive që ushqehen duke shqyer shtetin nuk e çojmë për skrap në 25 qershor. Edi Rama thotë se me reformat e mandatit të parë janë hedhur themelet mbi të cilat do ndërtohet shteti. Themelet janë hedhur me reforma të dhimbshme, të guximshme, por tani është e rëndësishme të ndërtojmë shtëpinë e shtetit mbi këto themele. Shtetit me punë e me mirëqenie për të rritur ekonominë dhe punësimin, duke luftuar me të njëjtën ambicie dhe kokëfortësi që luftuam dhe fituam për vettingun.
Në apelin e tij, kryeministri Rama thotë se më 25 qershor, çdo qytetar do të jetë antar i Gjykatës së Madhe të Popullit Sovran, që duhet vendosë se kujt i besojë drejtimin e vendit. Do ta hapim deri në fund portën. Lulzim Basha sulmoi nga Kuksi kryeministrin, për cilin tha se dështoi në 4 vjet qeverisjeje. Lideri i opozitës tha se vetëm programi i Partisë Demokratike e shpëton Shqipërinë. Edhe në mitingun përmbyllës në qarkun e Kuksit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkoi votën e kuksianëve për numrin 6. Lideri i opozitës u shpreh bindur se banorët e Veriut do ta dënojnë me votë Edi Ramën. Se do goditesh e do goditeni me forcën e hekurt të ligjit, nda ishni duart nga vota kuksianëve, ishni duart nga vota asianëve, ishi durët nga vota e tropojanëve, asgjë nuk e ndal fitoren të ditën e diel, me 0 për cileni me 25 qershor. Asnjë deputet të Edi Ramës, të mashtrimit tij, mos dërgoni kuvent. Basha kishte edhe një paralajmërim për Safet Gjicin, kandidati i Partisë Socialiste për këtë qark. Siç personifikohet tu nga grabitçari Safet Gjici, që ju do të nënshkoni me votën tuaj ditën e diel. Sipas kryedemokratit, në 4 vite Edi Rama shkatroi ekonominë dhe dështoi me qeverisjen. Edi Rama nuk mbajti asnjë premtim të vetëm. Edi Rama nuk ju përgjigj asnjë nevoje tuajën, asnjë urgjence të bijve dhe bijave tuaja, të nënave dhe baballarëve, përkundrazi vërsuli taksidarët, vërsuli inspektorët, me padrejtësi, me mlef, me përçmim, me hakmarrje ndaj Kuksit, Hasit dhe Tropojës, shkatroi me themel ekonomitë tuaja familjare, ekonomitë tuaja komunitare, zhduku totalisht çdo shpresë për fermerët e kësaj zone, të cilët nuk gëzuan asnjë mbështetje, por përkundrazi u goditën dhe prodhimet e tyre u kalbën sepse kur nuk arritën të shiteshin. Edi Rama dhe Ilir Meta e kam pranuar atë që dini ju, atë që di unë, atë që di gjithë Shqipëria, atë që di gjithë bota, se ata dështuan me turp për 4 vite. Basha shpalosi programin ekonomik për të cilin tha se ka mbështetje europiane dhe amerikane. Krijojmë kushtet për ekonominë e fortë, për rritjen ekonomike, për vendet e punës që mungojnë. Dhe kësaj do t'ja dalim së bashku. Ndryshimi për cilën votoni me 25 qershor është ndryshimi ekonomik. Janë taksat e ulta, është ulja e TVSH-s, është largimi njëre mirë i terrorit mbi sipërmarrjen dhe njerëzit e thjeshtë, është mbështetja me subvencione për fermerët e Kuksit, Hasit dhe Tropojës, është ndalimi i konkurrencës pandeshme nga prodhimet e eksportit. Lideri i opozitës premtoi se do ta kthejë Kuksin në një qendër të rëndësishme të zhvilluar të Veriut. I ftuar në emisionin dritare në Vision Plus, presidenti i zgjedhur Ilir Meta nuk përjashtoi një koalicion PD-LSI pas zgjedhjeve. Ai vlerësoi se Basha është më i favorizuar për shkak se nuk ka lidhje me bandat. Meta ndërkohë e quajti të dështuar një koalicion të mundshëm PS-PD. Presidenti i zgjedhur Ilir Meta gjykon se 25 qershori është momenti i lëvizjes socialiste për integrim, por pavarësisht besimit se partia që ka drejtuar që prej krijimit do të dalë forcë parë, Meta nuk e përjashton një koalicion me Partinë Demokratike. Në emisionin dritare në Vision Plus, Meta ka deklaruar se në raport me Edi Ramën, kryetari i Partisë Demokratike është më i avantazhuar. Këto nuk janë vendime që mund t'i marrë unë, këto janë vendime që do t'i marrë kryesia e LSI-s. Zoti Basha, kam thënë më para, ka një avantazh që ka nuk ka një lidhje simbiotike me bandat. Akuzat mes PS dhe LSI gjatë kësaj fushate kanë qenë të ashpra dhe Meta ka hedhur poshtë idenë se të gjitha këto janë një show politik. Fund të ditës, në datën 26 qershor, mund të thotë ishin të gjitha batuta fushate. Asgjë nuk është për të çuditur. Kush të thotë? Petrit Vasili se thotë kur këtë? Jo, po zoti Rama mund ta thotë.
që ishte thjesht fushat. Nuk e di çështja e tij. Dhe Petrit Vasili ta pranoi. Rëndësi ka 26 qershor çfarë thot Petrit Vasili. Ilir Meta ka dalë kundër edhe idesë së një koalicioni të madh me socialistëve dhe demokratëve pas 25 qershorit. Është një koalicion që nuk mund të funksionojë. Është një koalicion pa këllçe, është një koalicion pa asnjë lloj integriteti dhe natyrisht është koalicion me disë njerëzve që janë garë kusht ta mbaj fjalën më pak se tjetri. Presidenti i zgjedhur Ilir Meta i është kundër përgjigjur edhe qëndrimeve të prera të Edi Ramës dhe Lulzim Bashës se koalicion me LSI nuk do të ketë, duke deklaruar se të dy janë koalicioni i errësirës që do të humbas ditën e diel. Sepse shefi komisariatit leje që mbron gjitha personat. Në ditët e fundit fushatës elektorale para se qytetarët i drejtohen kutive të votimit janë shënuar përplasje mes militantëve në Dibër. Simpatizantë të PD-s dhe PD-s janë përfshirë në incident. Policia tha se gjatë ndërhyrjes për të normalizuar situatën në mesnatë është konstatuar se makina e militantëve të PD-s shoqërohej nga një polis i cili tashmë është arrestuar. Ai është 26 vjeçari Demir Deda, punonjës policie në portin e Durrësit. Sipas policisë, Deda shoqëronte me Forestrad militant partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Gjatë kontrollit policor në automjetin tip Range Rover që drejtohej nga polici Deda, u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri pistolet, të cilin ai e deklaroi se mbante me leje. Ndjekim tani takimet e krerëve të partive të vogla dhe premtimet për elektoratin. Kreu i Partisë Libra Ben Blushi ka premtuar betejë kundër lojrave të fatit. Gjatë një takimi me banorët e njësisë 10 në kryeqytet, Blushi ka deklaruar se do të pastrojë qytetet nga Bixhozi. Shiko ç'do bëj ditën e parë. Çfarë janë Bixhoz? Lojra fati, ku marr? Ku lejnë njerëzit paratë e jetës aty, edhe shkatrojnë kalamajt edhe gratë, do të nxjerr jashtë Tiranës. Jashtë Tiranës, po më tan lumë. Nuk do ketë Tiranë as i Bixhoz në Përceva Lagjesh. I shkatron njerëzit apo. Dhe ky edi Rama i la me qëllim. Po Bixhozi. I la me qëllim se ka lut Bixhoz farën e popullit. Jo vetëm Tirana, Durrësi, Elbasani, Korça, çdo qytet do pastrohet nga vesi. Nuk ka më ndarje tokash të ish pronarëve të pronarëve të lishëm, mbas atë ligjit duhet marrë fund, duhet pezullohet. E dyta, do bëjmë ligj bashkë me shoqatën e pronarëve, me cilën kam folur edhe dje, ligj të ri për kthimin fizik të gjitha pronave të njohura dhe të lishme, t'ja u japë shtetit më herë, s'ka pse u ma peng. Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka ka zhvilluar një takim me banorët e kryeqytetit në mbështetje të kandidatit Adi Haxhiymeri, i cili garon në siglën e PD. Gjatë këtij takimi Duka akuzoi kryeministri Rama se nuk ka program elektoral. Kjo punë u kthy në strat fare, ku Rama nga arritjet e veta programore, besoj e keni gjuhë thot që nuk kalon më njëri me semafor të kuq. A ka bova ki një kryeministër 4 vjet, çuka arritje që nuk kalon më njerëz me semafor të kuq. Imagjino sa borsullik programor ka, sa PD-ja programin e ka të kartë për një ekonomi të fortë dhe të armë të sigurt. Krye republikani Fatmir Mediu ka takuar qytetarët e Vorrës, të cilëve u ka kërkuar votën për numrin 6 dhe Republikën e Re. Pushtetin me lirin tuaj ta keni ju të vendosni dhe ju tregoni qeverisë se ç'duhet bëj. Para ti keni ju të zhvilloni ekonominë tuaj, një ekonomi e fortë e juaja, është një ekonomi e fortë e familjes tuaj, një ekonomi e fortë kombëtare dhe një garanci për të ardhmen e vendit tonë. Po si do ta bëjmë këtë? Kandidati Gjergj Bojaxhi ka zhvilluar takime me bizneset të ndryshme, të cilëve u ka kërkuar votën për partinë Sfida, si e vetmja forcë që sjell ndryshimin. Këta njerëz që kanë kryer këtë problem nuk do na zgjidhin. Ne jo vetëm që s'do të japim më shumë pushtet, ne do të heqim pushtetin. Problemin do të zgjidhin njerëz të tjerë, jo ata që e kanë fut vendin ngrap. Po sikur të them unë që e ka fajin politike që është ekonomia dobët. Çfarë do bëjmë? Pse mos e ndëshkojmë? Shpresoj që të dilni të votoni këtë vit. Edhe përdorin e votën si fishek, jo si karamel. Po çdo vale shkarkimeve në administrat, Ministri i Drejtësisë ka larguar 2 drejtor burgjesh për përfshirje në fushat, ndërsa zëvendës Ministri i Arsimit kundërshton pezullimet nga detyra në drejtoritë arsimore. Kur kanë mbetur edhe 4 ditë nga zgjedhjet e përgjithshme të 25 qershorit, thellohen përplasjet mes administratës së re, e drejtuar nga Ministria Teknik dhe asaj ekzistuese. Ministri i Drejtësisë Gazmend Bardhi shkarkon nga detyra 2 drejtorët e burgjeve, të Beratit dhe të Kavajës. Vendimi është marrë pas përfshirjes në fushat dhe përdorimit të institucionit për veprimtari politike. Po ashtu kreu i Drejtësisë ka pranuar edhe dorëheqjen nga detyra të drejtorit të burgut të Elbasanit. Përplasje ka edhe në Ministrinë e Arsimit. Zëvendës ministri Gert Janaqi kundërshton pezullimet nga detyra në të paktën 10 drejtori arsimore.
Është një situatë jo praktike në këtë moment që ndodhemi, pasi Ministria e Arsimit dhe Sportit ka pasur gjithkohën e nevojshme që këto monitorime në terren, në çdo drejtori arsimore dhe zyra arsimore, t'i bënte gjatë gjithë procesit dhe të mos intensifikoheshin 2 ditët e fundit, pasi nga dhënat tona rezultojnë që, apo nga raportimet të rene, rezultojnë që në 10 drejtori arsimore dhe zyra arsimore ka një kontroll më intensiv, i cili shkon edhe përtej platformës që përmban VKM numër 473. Ndërsa zëvendës kryeministri Aledina Mandia ka kallëzuar në prokurori drejtorinë e usjellës kanalizime Durrës, me arsyeën se gjatë 25 majit deri në 13 qershor në këtë institucion janë kryer punësime në shkelje të kodit elektoral. Denoncimi tjetër i zëvendës kryeministres është ndaj punësimeve në shoqërinë Alpetrol SHA, e cila është në nënvarësinë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. Në këtë institucion janë punësuar 18 persona prej datës 26 maj në shkelje të kodit elektoral. Referimi i radhës në prokurori i zonjës Mandia është ndaj drejtorisë së përgjithshme të hekurudhave. Grupi i kontrollit verifikoi se pas datës 26 maj janë punësuar 20 persona. Sipas kodit zgjedhor, gjatë fushatës ndalohet marrja në punë dhe lirimi nga detyra i punonjësve. Hapet parkingu i dytë 9 toksor në bulevardin e ri, kryebashkiaku Erion Velia i tha se mjaft investitor kanë shfaqur interes për ndërtimin e rezidencave në këtë zonë. Bashkia inauguron një tjetër investim të bërë në kryeqytet. Parkimi i dytë 9 toksora i bulevardit të ri është hapur për automjetet. 328 vende parkimi do të jenë në funksion të institucioneve pranë bulevardit, madje edhe për ata që do të parkojnë me orë të zgjatura, do të ketë tarifa më të lira. Deri në 3 orë vendqëndrim, drejtuesit e mjeteve do të paguajnë 200 lekë të rinj, 3 deri në 5 orë 500 lekë, për 12 orë parkim 800 lekë dhe për 24 orë 500 lekë. Është dita eksakte, 2 vite më përpara, kur u zgjodha kryetar bashkie dhe u bekova nga populli i Tiranës me ndoshta punën më të bukur që një njeri mund të ketë në jetë, i shërbej qytetit vet. Edhe më vjen mirë që ky investim përkon me këtë ditë shumë të shënuar. Parkingu i ri në toksor ka 328 vende parkimi, do të thotë që zgjidh të gjithë ngërçin e zonës së stacionit trenit. Pas inaugurimit të 400 metrave të parë të bulevardit përfshi dhe parkimin në toksor, Velia deklaroi se kjo zonë është kthyer në qendër të vëmendjes investitorëve, të cilët po projektojnë ndërtimet e tyre rezidenciale dhe tregtare. Ndërkohë, gjithë bulevardi i ri, 1.7 kilometër i gjatë, përfundon plotësisht pas një viti. Policia e Shkodrës ka shkatruar një grup kriminal që kryente vjedhje me dhunë. Pas disa muaj hetimesh, Blutë e Shkodrës kanë bërë të mundur identifikimin dhe ndalimin e njërit prej grabitësve që prej muajsh terrorizonte banorët e Shkodrës duke u grabitur banesat. Operacioni çoi në pranga Klodian Sinajn, 28 vjeç, ndërsa 3 të tjerë u shpallën në kërkim. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata kanë kryer 7 vjedhje në 5 muaj. I arrestuari Klodian Sinaj është person me precedent penal, pasi ka qenë i dënuar më parë për vjedhje dhe armbajtje pa leje. Megjithëse nuk e din gjuhën shqipe, kjo nuk i pengon të interpretojnë njërin nga këngët më të bukura shkodrane. Kori i trinjve gjerman me shumë kompozitimeve të vjetra europiane ka përzgjedhur edhe këngën Lulebor. Kjo është një këngë emblematike shkodrane, por më shumë se asnjë melodi tjetër, na ka përfaqësuar për dekada edhe jashtë kufive. Lulebor u krijua 60 vite më parë, por sot këndohet dhe duart trokitet një lloj si ato kohë. Ky është Kori i të rinjve gjerman. Janë 70 këngëtar të përzgjedhur për të sjellë në Tiranë përtej këngëve të vjetra europiane edhe emocionin e një kompozimi shqiptar që jehon përmes atyre që nuk din shqip. Dirigjenti i këtij kori na rrëfen se magjia e kësaj kënge qëndron te muzika. Die Musik war für uns nicht schwer, weil die Musik zeigt immer, wo das Herz der Menschen. Nuk ishte e vështirë që të rinë të mësonin të këndonin një kompozim shqiptar. Pasi mes nesh është një vajzë që di shqipe na ka ndihmuar shumë. Por kur bëhet fjalë për muzikë të bukur, gjithçka bëhet edhe më e thjeshtë. Në provat e para përfshihen dhe këndojnë të gjithë në zë, edhe nxënësit e korit Jordan Misja, që janë bashkuar këtij kori gjerman
që është vlerësuar me shumë çmime në botë. Wir werden heute Abend hier in dieser Kirche Në program kemi përfshirë këngë fetare dhe laike, më shumë këto të fundit. Madje ne këndojmë edhe jazz e pop, por duke qenë të kujdesshëm në përzgjedhje. Vështirësi kemi pasur me skenat dhe vendosëm që këtë tur në Shqipëri ta realizojmë në katedrale. Koncertet do të mbahen në ora 19 në Katedralen e Shën Palit, në Kishën Franceskan në Gjuadol, në Shkodër dhe sërish të shtunën në kryeqytet. Mister motivet e vrasjes së 40 vjeçarit në derën e shtëpisë në Vlorë, Fation Sinani nuk ka patur precedent penal, merret në pyetje një nga autorët e dyshuar. Edi Rama apelon për mbështetjen e 25 qershorësh, koha të çojmë për skrap tepsinë e pushtetit, gjykata e popullit sovran të vendos për të ardhmen. Lulzim Basha paralajmëron nga Kuksi ku shpreh votën e pret burgu, sulmon Edi Ramën se dështoi me qeverisjen, vetëm programi PD-s e shpëton Shqipërinë. Shkarkohen 2 drejtorë burgjesh dhe 1/3 jep dorëheqje, shkak për fshirjen në fushatën elektorale, kërkohet hetim edhe për punësimet në ujësjellsa. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.